Siç e dim edhe ne të gjithë, premtimet që i ka bërë kryeministri në ikje i lëvizjes vetëvendosje kanë qenë premtime megalomane, kanë qenë premtime të cilat e kanë josh çdo njeri që i kanë dëgjuar. I ka premtu qaq shumë sa që edhe ata njerë që janë konë shumë larg partive politike i ka ofruar rreth vetit të cilët kanë dashur me i besue në kauze të rrejshme të liderit ose të lëvizjes vetëvendosje. Unë besoj që Mergata jonë është atë e u ballafaqu gjatë këtyre 5 viteve me realitetin i cili është i pandryshueshëm, që 5 vite nuk ka bë asnjë benefit për ti jush ose për ta votuar prap. Kështu që Mergata e besoj që do t'ja jap goditjen siç e ka merituar lëvizja vetëvendosje.